16 prill, vdekje e pazakont. Atëherë, kur mori verën e thartë, Jezus i tha, është kryer, dhe duke ulur kokën, dorëzoi frymën. Gjoni 19:30. Ngjarjet që shoqëruan vdekjen e Jezusit ishin kryesisht lëvizje rutinë të jurisdiksionit romak, gjyqet, rrahjet, procesioni poshtërues dhe kryqëzimi i dhimbshëm ishin të gjitha pjesë e rutinës së zakonshme për ushtarët e përfshirë në ekzekutimin e kriminalëve. Megjithatë, errësira që e mbuloi gjithë ngjarjen në mes të ditës nuk ishte rutinë. Mateo 27:45. Sikur Perëndia t'i kishte mbyllur sytë për të mos e parë këtë skenë të trishtueshme. Ky ishte një herazi një ekzekutim rutinë dhe pika më e madhe e kthesës në gjithë përjetësinë. Ajo që e bëri atë kaq të rëndësishëm ishte identiteti i burrit të varur në kryqin e mesit. Askush tjetër përveç Perëndisë të mishëruar. Mendjet tona nuk duhet të rreshtin së mahnituri nga kjo. Të drejtë kishte dielli që u fshe. Me errësirë e mbuloi lavdinë, kur Krishti, krijuesi i pushtetshëm vdiq për mëkatin e krijesës së tij. Shkrimi nuk i thekson shumë vuajtjet fizike të Krishtit në kryq. Sigurisht që ai vuajti dhimbje të rënda fizike, por vuajtjet e trupit të tij nuk ishin asgjë në krahasim me vuajtjet e shpirtit të tij. Këto ishin shpirti i vuajtjeve të tij. Jezusi e përjetoi plotësisht të gjithë dhimbjen dhe agoninë e shkëputjes nga marrëdhënia me Perëndin atë fizikisht, mendërisht dhe frymërisht. Pavarësisht se me çfarë mund të jesh duke u përballur në jetën tënde, dije se Jezusi ka kaluar edhe më keq dhe prandaj e kupton se si ndihesh. Jo vetëm kaq, por ankthi i pa imagjinueshëm që ai duroi ishte për ty. Vetëm kur erdhi koha e duhur, Krishti shpalli triumfalisht. U krye, tetelestai, borxhi u pagua dhe u shlye. Kryqëzimi i Krishtit shpesh portretizohet me kryqin e tij të ngritur lart mbi turmën që shikon. Megjithatë, në realitet, sapo kryqi u ul në vendin e vet, ka të ngjarë që këmbët e tij të ishin shumë afër tokës. Po kështu, jeta, vdekja dhe ringjallja e Krishtit nuk qëndrojnë lart mbi jetën tonë, por shumë afër saj. Jo, vdekja e Jezusit nuk ishte një vdekje e zakonshme. Përkundrazi, ajo ishte një vdekje që premton të jap nëpërmjet besimit jetën e vërtet. Gjithçka ndryshon kur marrim parasysh tërë ato që ndodhen në atë kryq dhe themi me vete: për mua u plagos, për mua u plagos. Atje në kryq për mua u plagos ai. Shkeljet më fshin, tani jam i lirë, vetëm se Jezusi u plagos në vendin tim.